Kryeministri i Shqipërisë, lideri suprem Edi Rama, tu fol për këtë smart city që të bëhen këto me policira, me kamera, me AI, me gjona, aksion! Përshëndetje që të gjithëve, jena mbledh sonë këtu për t'ju fol për këtë smart city që të bëhet Tirana. O di që të kap me, do t'i bëjmë krime dhe të kapim këshu. Gafeljer që janë këto, do ketë kamera në për rrugë, në për institucione, gjuhë, që gjitha ne dhe më thënë që do identifikojnë ftyrën e direkt në sekundë, dhe thënë, dhe njoni aty që thëtë, Ramamburg në i gjë, një të kape direkt, të qeta jo, që numri e ka komën, ku e ka shpinë, ku e ke ble bukën, gjithë detajet, dhe më thënë, që e ne aty, para në lojt, krimi në ma thonë si këshu, si buk me djath. Buk me djath dikur, se të shirë djath i qikë shtret për njëthi. Në ma thonë që nuk do ketë qytet më të sigur se Tirana, po të thëmë. A në këtë gjo do të bëjmë, jo vetëm në Tiranë, këtë smart city likun. Jo vetëm të bëjmë në përrethë, mundësisht ku ka këshu që bastione demokrate më shumë, që kanë qenë dikur se të shi kanë morë funë të për gjithësësi do jetë për sigurin e poplit se unë për ju unë për ju po punojër unë s'ko për t'i morë me vete këto se që jo mund kush jo mund edhe ku jo mund e lele unë që boj gjoj e them aty e hudh gurin detën dhe se përmenë si nërë që është e shpreja fjalla nga e bëra në të thërë në të thona në të bome që qërë këtilë. Nerin mos e kujtohet dhe mos e shu. Ky jo mund e lele. Hajde shtetet mirë. E në mos e prisni më menje fare po të thëmë. Hiq.